Një bisedë tona të përditshme, urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Po? Ne jemi një qytet që vazhdojmë dhe si rreth i Pukës nga më të varfër që mund të ketë Shqipëria. Po, dhe me papunësi mjaft të lartë, mos gaboj. Po, këtu jemi flas në emër disa shokëve minator, Po? që kemi qenë janë mbyllur minjerat, nërmarrje të gjitha dhe kemi ngjitur pa punë. Por kemi një problem shqetësues. Po? Që në vitin 2000, që kur doli ai ligji për trajtimet e veçanta, Po? që minatorët u trajtuan me 5.148 lek deri në 7.300 lek, vazhdojnë të jenë përsëri me gjitha ligjet që kanë ndryshuar, këtë lloj strese ndeshkojnë pa mas. E për një lloj, disa minatorë kanë gjetë punë dhe janë futur në punë, po se kanë ditë dhe tani kanë dalë debitor. Alo? Po, kam parasysh problemin. Kanë dalë sigurime shoqërore. Në një kohë kur shteti po falë gjitha ato detyrime, gjitha ato gjëra, nuk mendon për këtë stres, që ato lekë që i kanë marrur vetëm për ilaqe, se dihet se çfarë smundje shkon në trupin e tyre minator. Po, Për këtë shqetësim, zoti Bashkim, jemi drejtuar sigurime shoqërore, Ministrisë Punës, avokatit popullit. Dhe çfarë ju kanë thënë? Japin premtime dhe deri tani nuk ka bërë. Si ka mundësi që nuk u falen ata grimë të lekë dhe atyne varfër? Po, në një kohë kur u bë dhe një amnisti fiskale, thoni ju, po. Po. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni sugjerimin tuaj dhe një problem tepër të rëndësishëm që vjen her pas here me zëra dhe ish minatorësh. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, jam një ish ushtarak. Po? Fushatën para zgjedhjeve, kryeministri na faqet të eri poshtë aktin në mësit të dhjena kryeministri, në fakt nuk ka heqë, dhe po në pagojnë me 35%. Pra nuk është zbatuar premtimi? Nuk e mbajtja, që se ishë nuk ka mbajtja dhe këta nuk e ka mbajtër. Në falenderoj dhe juve për konstatimin që sillni në emisionin ton. Jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë problematike doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Bashkimi? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Vetëm unë lizorin e televizorit nëse doni të bëjmë një bisedë normale. Po, faleminderit. Jemi një qytetar i Katërkamzës. Po? Po të vjetë darë dhe po të vjetë i gazetar, po shikojnë edhe Katërkamzës, kemi ngellur si një ishull. Nga Katërkamza edhe në Kamzë, ka vend dorë kryetari i bashkisë Kamzës dhe ka saltuar dhe ka rregulluar të gjitha rrugët, s'ke qef të ecish. Po të kalosh nga ura institutit bujqësor, e Leprak është bërë tamam edhe atje tamam një lagje qytetit. Po të futesh Katërkamzë, një lagje shumë e vjetër, krijuar që kohën e shtjerimit të Tiranës, nuk është vend dorë në asnjë lloj rrugice. Edhe një rrugë që menduhet të bëjnë çik që të gjërë të zërën, edhe ata e shtytën me bryle majta sjatës me zjarë dhe e botë pa tërtuar fare. Lutemi për patë të mundësi, dërgojnë e gazetarët verifikuar. Për të sensibilizuar për këtë problem, po vazhdoj me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëgrit. Mirë, urdhroni. Tani këto 4 ministra që ka shkarkuar kryeministri. Ajo shkarkuar të këdhen punë, ku diktatorin pa punë? Po, tani, pa punë, nuk e besoj se do rinë. Jo, se thëmë se ka bëbaki ka fëmijë pa bukë e shtëpia dhe nuk kanë shumë është. Miropafshim një ditë në bashkë bashkë. Po, miropafshim bashkë, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Po, flisni ju lutem. Ju lutem flisni. Alo. Flisni pra. Një. Presim dikë tjetër atëherë që zbaton ato kushte teknike që mund të bëjmë një bisedë normale. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem flisni. Jam i qytetar nga Gramshi. Nga Gramshi, çfarë problemi doni sillni? Po. Unë jam inxhinier mekanik. Po.
Po. Flisni pra. Edhe kam fituar gjyshin, jam shkurtuar pa drejtësisht nga puna. Po? Keni fituar gjyshin? Në 2016, më 17 tetor 2016. Po? Keni fituar gjyshin? Po. Dhe shkallës parë apo dhe në apel? Ata të qenës punës në zina mekanike Grams, ma ka nedhër në apelin Durrës. Po? Shkallës dytë në apel, e ka fituar shkallës parë dhe më ka nedhër në shkallës dytë. Po, janë... Tashi unë jam krye familjar, jam inxhinier mekanik. Kam punuar 20 vjet në normale. Jam 53 vjet, i smur, me diabet, me tension. 2 fëmijë i kam në shkollë plart. Gruan e kam të smur me ilate, dhe vetë me ilate. Tashi më thuaj mua si të veproj unë, kur gjyqi Po, është një procedurë për të ndjekur dhe gjykata apelit, po pse zgjatet kaq shumë doni të thënë jo? Nuk e kuptoj tash, unë jam keq në gjendje ekonomike. Kam marrë 6 milion bord, vazhdoj të marr akoma me 2 fëmijë shkollë në Tiranë. Tani unë kam ngelur vetëm të marr fikën dhe t'ja saj barkun atij që më hoqi pa drejtësisht në punës. Jo, deri këtu, nuk e besoj, po që mund të shkoj zëmrimi. Unë thuaj mua, unë kam punuar me ndërgjegje 20 e sa vjet. Po mirë, ju e keni problemin që pse ju keni... Jam mekanik që kam mbaruar në... Më falë, zotri, ju e keni problemin... Kam 25 veta në uzinë dhe sot janë 45 veta, pa shkollë, pa që përgjë. Ju e keni problemin pse është çuar në gjykatën e... Në gjendje ekonomike që jam. Zotri, më falë që pyes, ju e keni problemin pse është çuar në apel çështja? Kjo është një procedurë normale. Normale, po unë si të veproj tash, unë kam 1 vit e gjysmë pa punë. Nuk keni kërkuar në një punë tjetër? Po ku të kërkoj unë punë tjetër, kur unë investova gjithë jetën time atje në atë uzinë 20 e sa vjet. Po nuk ka vetëm një uzinë, ndoshta duhet kërkuar... Kam kërkuar dhe nuk kam gjetur të drejtë në asnjë vend. Qartë, është një problem i rëndësishëm me të cilin përballen ju, është një hall i madh njerëzor, papunësia. Urdhroni. Po. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Ju lutem, flisni. Përshëndetje. Flisni pra. Përshëndetje. Flisni zotri, publiku po ju dëgjon. Doja të shpreha dëshirën time për çadrën e Po, lidhjes. flisni. Flisni pa bërë heshtje, urdhroni. Që është një ide e drejtë për të kërkuar rënien e kësaj qeverie. Po nuk e kuptoj pse heshtni pasi flisni. Pse krijoni këtë heshtje kaq të madhe midis fjalive? Nuk ju dëgjoj mirë. Flisni pra, thoni mendimin tuaj. Publiku ju dëgjon shumë mirë. Është larguar qytetari, por sidoqoftë simpatia e tij për veprimin e opozitës ishte e qartë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, Flisni ju lutem. pa që mire, Mirë, urdhroni. qa ka në gjithë bukur? Urdhroni, në presim, çfarë do na sillni ju në gjë interesante. Është larguar qytetari. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Alo? Flisni zotri. Në gjithë që i zoti bashkë, Mirëmëngjes edhe një herë. si kemi kalu mirë, Mirë, urdhroni. tani do të bëj një pyetje kështu pak retorike ta themi. Po? Flisni. A keni parasysh e kohën e Enver Hoxhës, diktatorit famshëm të Europës, Për çfarë keni fjalën? kur bënte kongreset e partisë, Po? kur bënte kongreset e partisë, do të friste se zbën sekretarët e parë të aktive e gjoja, të Zelandës Re, të Malit Zi, e ku gjë të tjera si këto. Të njëjtën punë po bëm duket dhe ky Lul Basha. Ka filluar të marri nga këta, edhe i zgjerë atje para në çadër të ose
Çadra në çadër po zhvillohet më fal, në çadër po zhvillohet protest, jo kongres, ë? Për shënmu, kupton apo jo? Pardon? Në çadër po zhvillohet protest, jo kongres. Ma ka? Jo, është një gjë krejt e ndryshme, apo jo? Me ja, të thoni mendimin tuaj deri në fund. Bravo. Edhe ky Trumpi ka fillu ta kopjoj ky Lulbasha. Shënmon, do më thënë, shënmon analistët. Qa nuk shënmon, vetëm që që mbylli gojë, kupton, analistët dhe bashkim, ne nuk jemi shumë dakord. Edhe pas e Fatos Lubonjën, që e këthen kurisin nga Frynera. Vetëm këtë gjë nuk bën Fatos Lubonja. Edhe ban një qëndrim shumë të shumtuar atje. Dëgjoj, më fal, vetëm të kthehet nga Frynera nuk e bën Fatos Lubonja. E bën, një gjë mu. Ndoshta është me mendime të kundërta nga ato që keni ju, për këtë thoni. Mirë, ky është mendimin, Po pra. Edhe dyta, ka të gjuhën e tij, domethënë, ofenduese, fryhet atje kur u flet. Sikur ai bën ligjin dhe asnjë tjetër. Po unë ju falenderoj që dhe ju sillni mendimet tuaja në mënyrë të hapur dhe të sinqertë këtu në emisionin tonë. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotri. Urdhroni. Për personin që foli para këtij tashi, Po? ai mund të jetë një anava që ka marrë pensionin 360.000 kur të tërë Shqipëria ka vujtur. Edhe pranej ka drejt klasin e shusoj, edhe drejta nuk është e atit. Sot. Për kë e keni fjalën, për çfarë problemi? Ku qëndron e drejta sot? Falenderit bashkë. Për kë e kishit fjalën më konkretisht? Është larguar qytetari, por sidoqoftë vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, urdhroni ju lutem. Mirësi. Urdhroni. Do të baktim. Po. Ja ka lutë, Mirë, urdhroni. Atere, Flisni ju lutem. au baktim. Flisni ju lutem, publiku po ju dëgjon. Në gjë këto, qasim nga Italia. Po, dhe çfarë problemi doni sillni? Unë problemi kryesor nuk kanë fajt as Partia Demokratike, se po ndëgjojnë protestat, as Partia Socialiste. Kush e ka fajin? Kriminali më i madh i tokës shqiptare është një Ilir Meta, që cen djathtas dhe majtas. Populli shqiptar është shumë i vujtur. Po? Dhe protesta është shumë e vend. Kryeministri të bëjë dorëheqjen ose të bëjë një diçka për popullin shqiptar. Ky është mendimi juaj. Po. Po dhe unë ju falenderoj që e sillni këtu në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zot bashkë. Urdhroni, ju lutem flisni. Kisha dy problema. I pari. E para. Flisni pra, mos dëgjoni vetëm në televizor se do ngatroheni, siç e shikoni. Po, flas nga Korça. Po, dhe cili është problemi që doni t'ju besoni E publikut? para, invalidët muajin shkurt nuk e kanë marrë akoma. Po? Dhe problemi i dytë, Po? dhe ndoshta më kryesori, Po? deri më sot nuk besoj ta ketë ngritur njeri këtë problem. Cili Është është? një problem shumë i madh dhe shumë shqetësues, sidomos për moshat e treta. Cili është problemi? Në lidhje me mjekësinë. Po? Kanë problem këta që janë me tumor në zorën e trashës Po? dhe janë operuar dhe e kanë nxjerrë zonën e trashë me qeskë.
është e pamundur që të gjesh qeska në vendin tonë. Edhe në qoftë se gjen, me mik, është 5.000 lek një qeskë, 5.000 lek të vjetra. Si mund ta përballojë një pensionist këtë gjë? Të shkoj të marrë një qeskë 5.000 lek në një kohë që i duen 30 qeska në muaj dhe i vend 150.000 lek. Ai pensioni nuk e ka aq. Si mund ta përballoj këtë, nuk e kuptoj. Qeveria jo fle gjumë, çfarë bën? Kjo është një gjë që të gjithë në botë e përdorin, ka shoqata humanitare që i japin pa lek, i japin falas dhe u acojnë në shtëpi. Ndërsa këtu, jo vetëm që si gjen që duhet të bredhësh, po janë dhe shumë shtrejtë pa përballueshme. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimet që keni dhe ja besoni këto publikut të emisionit tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Urdhroni. Ulni zërin e televizorit dhe flisni zonjë, po bëhemi të mërzitshëm duke përcaktuar këtë gjë. Unë di gjëra për son. E para është për pensionistët. Jam nga Buqiza, kum punu të rjetë në 20 vjetë. Kum punu, dhe marrë një pension që është arak, 9.500 lek. Të reja mi fjallë, 85.000 lek. Kurse Edi Rama i le pensionet me 4.000 USD. Kurse ne si kemi punu, me kam matë, me kam zbardë, shimë, zdorë, kooperativist, kemi qenë, që të bërën me 95.000 lek? Dhe problemi dytë? Problemi dytë është, du të thamë, ki popull, a ka vesh me në gju, a ka sy me pa, a ka mend me kokë. A nuk shef ki se që bëhat. E kam bërë të venin, kanë Buqiz dhe kam bërë të dërk. Edhe vritën njëri me tjetrin të të shqiptarë trit, dhe vjetrit, më shumit, shkoj një vrasin, përse për 200 lek. Turp, Edi Rama, ta për dërheqen sa ma para. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Po. Flisni pra. Po. Unë jam një fermer në Rreth i Beratit. Po. Me pjesë këtyre të përmytrëve, rreth 7 veta që ndjekin të çështën neve, pavarësisht se listën këta e ka dhënë me shumë, sa të Rreth i Beratit, qaku Beratit. Po. Jemi në zona e Pashjes dhe e kemi kërkuar ndaj drejtoria e bujqësisë në prefekturë, na thonë që keni të drejtë, nëse emri jonë është përfshirë dhe është skanuar nga Ministria e Bujqësisë. Arritëm para një jave, bëm takim me ministrin, na tha që keni shumë të drejtë se ju e pas këtë emri këtu dhe na lexoi dhe shumën e lekët që kishim për të marrë. Edhe deri tani nuk kemi marrë përgjigje. Sa kohë bë që prisni? Tani neve, ose unë do që mendoj që se kërkuar një radhje para jam lidhur, kemi shumë besim në media edhe në News 24 dhe kërkuam një gazetar na dërguat të qarkut Beratit të gocën të itën dhe tani në qose linë mundësia të lidhet ose të bëhet një pyetje tek Ministria e Bujqësisë. Çfarë pyetje ti bëhet nga gazetarët në emër tuaj? Po. Apo pyetje drejt për drejt, kur do të paguhen? Pyetje drejt për drejt, se tani ne ishim atje dhe kërkuam neve gazetarë në News 24 na kruajtët e Ministria, por nuk na u paraqitën, edhe erdhi një gazetar, një ABC News, por nuk e dhanë në intervistë. Po megjithatë, ne morëm një okay nga ministri.
Kështu që ju prisni përgjigjen publike. Ju prisni jo vetëm përgjigjen publike, po të mbrin parat atje tek ju pasi e keni marrë. Sepse ministri Panariti e respektoj mjaft mas edhe kur kemi dalë nga zyra tia, do shumë të kënaqur na lexoj dhe shifrën e lekët që kemi për të marrë. Po. Qartë. Unë ju falenderoj për ftesën që i bëni gazetarëve që të bëhen interpretë zërit tuaj për të sjellë përgjigjen shumë pritur. Urdhroni. Mirëmëngjes. Në falë si po ju shqetësoj lidhër me këto që është dhunë qasë nga Italia, Po? lidhër me këte protestën. Nuk të bota një krasim aty me... Ka që një film turk, ka e Zeli me të dajen. Ku se mësa të rëzdimin, daja? Se mora vesh, si është krahasimi që nuk duhet bërë? Urdo? Cili ishte krahasimi që s'duhet bërë? Jo. Në Shqipëri çdo gjë ka vend për ndryshim. Po? Çdo qeveri edhe kjo ka Po? kritika sa dush. Pa në qasë të të fillojnë 2 muajt e fundit, që keni në gjithje, që më duket të diçka absurde. Italia, në qasë e majnë për t'i referime e të që kanë ndru 10-50 qeveri, a nuk kanë bokë së t'i ka. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sini dhe ju kënd vështrimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni e lutem. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Bashkim se keni një? Mirë, urdhroni. Në qa, unë kisha diçka, flasë për i Shkodrët. Po? Flisni. Alo. Flisni ju lutem, ne po dëgjojmë. Po ju dëgjojmë, po. Dhe këna kena apliku për asistencë me kartë identitetit si mjetë se ishtë në kam thanë. Po? E kena apliku qysh një janar. Po? Por na nuk kena marrë si farë përgjigjet e tash nuk e di se që bajnë me ne. Si mund interesohesh jo ti personalisht, por dhe me thanë stafi juja... Ku keni aplikuar? Në bashkinë e Shkodrës keni aplikuar? Po, bashkinë e Shkodrës flasë. Dhe me thanë, ne na kanë thanë fillim me apliku me kartë identitetit për këtë vjetë. Dhe me thanë, s'ka ma me ba dokumentacion, ba... në dokumenta shtesë, po. Direkt me kartë identitetit. Kena apliku qysh një janar. Edhe s'keni marrë akoma një përgjigje. Kena asi farë përgjigjet, jo, asi sa më thot asi farë përgjigjet, edhe asi farë përgjigjet. Dhe me thonë, është fajit qeveris, është po mas janë ta hajdutat e Shkodrës. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin tuaj dhe prisni dhe ju një përgjigje. Përgjigje duhet të vinë nga sportelet e shtetit, për qytetarët i kërkojnë shpeshherë nga gazetarët. Urdhroni. Alo, mirëmëngjesi zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Ju përshëndes nga Mallakastra. Urdhroni. Neve në ka ngelu vetëm televizioni juaj që ta ankonim zoti Bashkim. Cili është problemi që keni? Nuk në ka ngelu asta qeveria, asta shteti. Pse, për çfarë problemi e keni fjalën? Për shumë probleme, shikojmë një mishmash që është bërë në shtetin tonë që nuk merret vesh mendojtë unë. Po çfarë keni parasysh me këtë mishmash? Po pse mos shoku Bashkim të kemi 140 deputet, po 100 deputet e bëjnë punën në parlament? Po. Po, pyetja e parë, tjetër. E përshëndes protestën e opozitës. Unë jam një socialist, e përshëndes protestën e opozitës. Dhe jam në mbështetje të saj se kjo qeveri na ka kaçuar në fund, na ka çuar në fund. Po. Edhe një gjatë tjetër, unë mendoj se Lulzim Basha do ta fitoj këtë betejë, prandaj ju uroj suksese dhe ju uroj suksese popullit shqiptar në të ardhmen. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sjellni këto mendimet tuaja. Urdhroni. Po. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem. Urdhroni lutem, flisni. Po, zgjidh televizionin tuaj për të dhënë shqetësimin tim të ka një vit e gjysmë që kam bërë në të gjitha institucionet e shtetit për një shkelje që më ka bërë kryetari Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, i cili më ka zënë dritaren e një nënë 87 vjeçare nga korrupsioni, nga miqtë e tij. Nuk po zgjidhje në asnjë dikaster të shtetit. Si, është dhënë në një leje ndërtimi me mua që
të ma zgjidhni këtë problem, do të jemi shumë. Është problemi tani me sa kuptoj unë është dhënë një leje ndërtimi jashtë kushteve teknike? Jo, zotni, jo. Më ka dhënë dritaren, duke kam dritaren e shtëpisë komplet dhe ma ka dhënë me një mikun e tij ka vënë tent, ka vënë tavolina, karrige, kafe para dritares time. Më ka mbyllur dritaren e një nëne 87 vjeçare. Po na sqaroni pak më mirë rrethanën, çfarë ka ndodhur? Po, zotni. Po? Kryetari i Bashkisë Tiranës. Jo, na shpjegoni mirë, është një shtëpi. Dhe çfarë ka korruptuar? Është një shtëpi në katin e parë të pallatit, në katin e parë të pallatit në rrugën e Kavajës. Po. Para dritareve të mia më zhvon tent 60 metra, që më ka mbyllur komplet dritaret e banit. Është kulmi, nuk kam lënë vend pa u ankuar. Asnjërit nuk jam ban sepse është firma Erion Velis, që ka dhënë Erion Velia. Në patë drejt. Po të doni, numrin e telefonit e keni, që u vot gjithë dokumentat në dispozicion, që i kam dal dhe kryeministrit i dal përpara, kam 3 muaj ke Partia Socialiste, duke i nxjerr foton, zotni të lutem, jo, nuk më ashtu fare. Dhe prap sot atje jam ditëhënë, atje shkoj për ditëhënë, të lutem televizionit tuaj me besimin e plot, po them. Edhe stopi nxori dhe prap nuk qahet Erion Velia. Nuk qahet, po them. Unë ju falenderoj dhe juve që na besoni hallin që keni, ja besoni publikut të emisionit ton Koha për të zgjuar. Ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.